Përfaqësoj një person nga Malisheva. Ai ka qenë procedurë numrimit votave si antar i komisionit. Ai thot procedura ishte shumë demokratike, niveli zyrtar i zhvillimit të procedurës ishte shumë i nivel duhur parapon me kodin e procedurës penale. Ai thot se e ka pas për detyrë, ne që referohem atij, e ka pas për detyrë që të vetëm të lexoj flet votimet dhe të caktoj se për kush për kënd ka votu. Kurse thot evidentimin atyne deklarimeve të mia është bënë nëpërmjet kryesuesës së komisionit dhe thot ajo unë nuk di çka ka shpi, thot ajo aty në procedurën e kompjuterit, për shembull, ku ka evidentimin që ne ka bë. Mirë, po thot çdo gjë tjetër ka qenë nivel. Sa përket anës atij, ose duana me informuar juve çka ka deklaruar, se gjitha deklaratat nuk ke mundësi me ndëgju, nuk është të parapanë me kod ashtu. Ai thot çdo gjë që më thënë ka qenë në rregull nivel, unë nuk di si ka ardhur deri ai. Për detyrë ka pas me përcjellësi. Edhe ato që kanë qenë dy përcjellësa. Përcjellësi i numërimit edhe përcjellësi i evidentimit nga ana kryetares komisionit në kompjuter, për shembull në databazë, se kush ka cilat numra i ka fituar. E thot, mirë po zakonisht gjatë ditës nuk ka qenë gjithmonë përcjellësi i kryesuesës për me evidentuar ato që ka ndodhur me kompjuter. Po. Thot edhe tash që ka qenë një dobësi, mirë po, ta pas kanë pas të lejueshme që edhe 3 veta në komision mund me vazhdu me vepru pas një pengesë. Tash apo del që handicap pak. Aktualisht ko është klienti juaj, është caktuar ndonjë masë ndaj tij? Jo, momentalisht nuk ka masa, është procedura marrës në pyetje, tash prit vendimi i prokurorit, se çka do të ndërmerr, çfarë vendimi do të ndërmerr, apo do ta ndalon në procedurë 48 orë apo jo. Mu s'ma mërmende se ka kushte para çështë, për arsye se prej ditë deri më sot ka kaluar një kohë gjatë. Çdo gjë ka mujt mu mbulu për atë kohë, tash mirë po prapë kompetencë është e prokurorit me vendosë për këtë çështje.